Cili show? Kush po bën show në këtë moment? Ti Stelina po bën show? Po bëj show, po mirë më nëse e marrin kështu, po jo, unë nuk kam se ta lë garin për asnjë. Nuk kemi të bëjmë show të bashku. Po më unë jam duke komuniku fare me atë, ku e shef show-un ti bashk? O pyes. Ato Sepse thjesht kjo janë. thotë ti po bën show. Po nëse ata thjesht janë të dy ato komunikojnë me njëra tjetrën për ta bërë. Tash që ta nserojmë pak neve. Ju jeni një konkurrent i vetëm, right? Po, Kisi është në punë vet. Tash unë nuk e di, unë ty ta kam thënë se çfarë mendoj. Nina erdhi tek ne u prezantua me një video, Ja kam thënë unë asaj. Që më priti Ishte Stelina. Dhe Stelina pavarësisht se e kërkonte vazhdimisht sqarimin me Kesin, ta dha produksionin nëpërmjet kutisë Pandorës. Ti e pe domethënë informacionin dhe pas asaj u bëre njësh me Inën. Vajte shkove te domagrimit e prite Inën dhe e prite shumë normal, me sa më duk mua. Ndërkohë me këmbët e para thonë se e pritën dy vajzat dhe pastaj u bën një rrëmuj aty. Jo, e di që kuptoj në gjithë këtë mes. Që ju e priti kaq mirë, Po. dhe kaq korrekt. Reagimi jo, se ishte më si ka mundësi që ti s'mjeftove fare as me këtë, të shkruaj dhe prapë fjalë. Dgjoj, Që mbani. goca ka pas Se po kapeni, ju bëj. Dgjoj. Do t'ju bëj reagimi i Stelinës do sqaroj në rastin Më shumë i dinjove ti, Lorenzo. Një nga personat që gjithashtu nuk duhet t'i jepi dorë ishte Kesi, sepse mënyra se si jemi ndarë Është minimumi i respektit. Është minimumi i respektit i japësh dorën dikujt dhe durosh. Jo, po janë feministë, Jetojmë në një shtëpi dhe ne quhemi një komunitet i vogël. Ne kemi common interest, ne kemi interesa të përbashkëta. Sa për ne të dy dashur ma dashur të ti po marrë. Edhe po sa do të them. Ju si paguat të mojë në shtëpi. Nëse thua edhe unë të refuzoj ty dhe nuk i marr përsion të vetë. Ti nuk më dhe respekt. Ti nuk më dhe minimumin e problemin time.